Në dosjen e parë, Lubi Balluku, si pas prokurorit, dënohet me 36 vjetë burg. Po të shtojmë dhe këto 15, del me 60 vite burg. Por atë e ka blokuar dhe e blokon Edi Rama. Me të gjitha mënyrat, me të gjitha format e presionit. Ndaj dhe ju bëj thirrje, sot, ju, bashkëdhetarëve tanë në New York dhe kudo që jeni, të ngrihi fuqishëm kundër kësaj diktature autoritare, plaçkitse, që bazohet në krimin, dhunën, vjedhjen drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është rruga e vetme për të hapur Shqipërisë rrugën e integrimit dhe rrugën e të ardhmes, largimi me urgjencë i Edi Ramës, i cili nuk ka asnjë legjitimitet. Nëse ju keni parasysh dokumentat ndërkombëtare, së pari, qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në meritën e saj më të madhe nuk i dërgoi telegram urimi, sepse zëdhënësi i Departamentit Shtetit u shpreh se qeveria amerikane përgëzon vetëm ata që bëjnë zgjedhje të lira. Së dyti, zhvillimet tjera madhore treguan se në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet, jo më larg se 3 javë më parë. Raporti Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian shprehet se në zgjedhjet në Shqipëri fusha ishte pa barabartë, sepse u fshi vija ndarse midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra Edi Rama zhvilloi zgjedhje në kushtet partisë shtet. Të njëjtin rekomandim jep raporti i Këshillit të Evropës për zgjedhjet në Shqipëri, ku thot rekomandohet të ndahet partia nga shteti. Jemi në këto kushtet, dashur bashkëdhetar. Zëri juaj kundër kësaj qeverie është më i çmuar se kurrë aty ku jeni. Faleminderit. Dritan Çausha i pyet: përse bëhen protagonistë në protestë sorosianët dhe neomarksistët e egër? Demokraci në vendin tonë e ka sulmuar pa pushim komunizmin. Format nga më të ndryshme deri në revolucionin komunist të 97-s. Këto 13 vite u instaluan organizata marksiste me financime nga Sorosi. Politika e Ramaxhurës ishte dhe është shkatëro votën e lirë, shkatëro institucionet demokratike dhe korrupsioni në majat e tij sa duhet një qeveri antikorrupsion, jo një ministri. Mënyra rezultative për të mbajtur ishte dhe është sulmo opozitën. Kompromenton mediat, kompromenton ndërkombëtarët. Në këto protest valviten simbolet komuniste, hidhen parulla kundër Partisë Demokratike. Kjo protest duhet të ruhet nga këto fenomene, të mos përfundojë si një lëvizje çartiste. I dashur mik, shqetësimet që t'i ngren janë bazohen në çfaqje të kësaj protestes, por ajo çka unë do t'u këshilloja miqësisht, nuk duhet që gjethet të na pengojnë për të patë trungun. Trungu i kësaj proteste është një vërtet e madhe. Është një regjim i kalbur për të cilin qytetarët shqiptarë nuk ekzistojnë. I dashur mik, përftyroje veten për një moment banor të Zvorlecit. Erësh në darkë në shtëpinë tënde dhe zgjohesh në mëngjes dhe gjën gardhin me tela me gjëmba si në kampin më të egër të përqendrimit. A mund ta imagjino, a ka qëllim dhe ky burrec, që është burrec, i ka dërguar me njëherë i ka dërguar gazetarët mesazh.
I kanë thënë Zoti Rama, që bëhet kjo, si ka mundësi, s'ka këthyra si përgjigje që tani do të lajë duart si Pilati, që unë ishtë qishta ajo, amë të apo jo. Pra, së pari, së dyti, në çdo hap, po të bëj një pyetje ju, a ke gjetur ti në këtë proces qoftë dhe dritaren më minimale të transparencës, Edi Rama gjithçka e ka bazuar në mashtrimin. Së treti, bëj një pyetje Edi Ramës. Edi Rama, çfarë ndeshe ti që çove Agasin dhe Agaqion aty? Thuaju shqiptarëve sa hektar ka ble Erbyes Agasi dhe ti je gjë aksioner në zonën për ngjitur aty e ka. Je gjë aksioner me Erbyes Agasi në ato 100 hektar që ka rrëmbyer Erbyes Agasi. Je gjë aksioner ti në hektarët e Don Agaqios. E di e ti që kishte një jetim 1 vjeçar edhe për Arubën dhe ndërkombëtar për Arubën. Çfarë pazare u bën në Aruba? Dhe ja u the ti investitorëve strategjik se ka një jetim dhe për një aferë të tmerrshme aty? Tani, sigurisht, qëndron ajo që thoti. Aty, në qoftë se korpusi, pra është një korpus në kuptimin absolut patriotik dhe po lufton për demokraci, gjethe të opozicë të atyre që përpiqen të nxjerrin gështejat në duart të tjerëve që janë të damkosur si marksist-leninist të njohur dhe përpiqen të manipulojnë një protestë të tërë, kthejnë bërtasin që s'duhet të jetë politike, atëherë këto janë krejtësisht të pavlerë dhe ne nuk duhet të intimidohemi. Përkundazi, demokratët do marrin pjesë dhe do mbështesin çdo protestë të drejtë në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë pa asnjë lloj kompleksi. Po, duhet ta them këtu. Kam kërkuar deputetëve dhe drejtuesve kryesor të Partisë Demokratike në respekt të deklarimit të protestës si një protestë qytetare që të mos shkojnë aty për të bërë lajme se protesta po tentohet të akaparohet. Forca politike e mbështet kanë kudo në Tiranë dhe në rrethe. Demokratët kanë qenë të pranishëm dhe do jenë pranishëm si qytetar. Natyrisht kauza e shpallur e largimit të qeverisë dhe vendimet pasuese janë kauzë që mbështetet, që i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike dhe i mbështet plotësisht. Një pyetje nga Muharrem Kurti, Doktor Berisha ju përshëndes. Jemi pro çdo proteste, po një gjë nuk e kuptoj nga kjo protestë, kur vendoset në peshore të barabartë pushteti me opozitën. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë të përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Mos u merrni me ta, ata një qytetar në një nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën. Lexoni çfarë janë korpusi kryesor i tyre dhe bashkohuni me ta, sepse e vërteta është që ata po përballen në mënyrën më dinjitoze me një regjim që nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Ndaj dhe sugjerimi im është ky. Edi Rama nuk ka legjitimitet. Ai doli nga zgjedhjet të plaçkitura. Ai mbrojti haptas korrupsionin dhe ai mashtroi me problemin e lagunës, e Zvërnecit në mënyrë monstruoze, sikur ta kishte pronë të Kristaq Rams dhe jo një territori tërë
me banorët e vetë, me qytetarët e vetë, dhe një pasuri jo vetëm e Shqipërisë, por dhe Europës. Indri Tufina pyet, Zoti Berisha, dje në Vlorë, Rama akuzoi se u zhdukën dokumentat e tokave përgjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, që ishin ruajtur dhe nga regjimi diktatorial. Prandaj jemi në këtë situatë. Unë do desha nëpërmjet jush t'i bëj një pyetje. Po dokumentat e Baba Pilos për 224.000 metra tokë në Vuno, ku i gjeti ky? Beu i madh i Jugut. Faleminderit shumë për pyetjen. Të garantoj se ato 224.000 metra nuk i përkasin kur Spiro Kolekës së Baba Pilos, vllau të Edi Rams, mama së ndjerë të Edi Rams, të cilët të gjithë dokumentat ishte një familje varfër me 3 dhije një gomar, të regjistruar në regjistrat e shtetit të asaj kohe. Po, ka ekzistuar një Spiro Kolek tjetër, një burr i shkëlqyer, ministër i qeverisë Sulejman Delvins, që ka udhëhequr luftën e Vlorës me sukses të madh. Dhe ai nuk ka asnjë pretendim, asnjëri prej familjarëve të asaj dege, për kanjonin e GPS. Këta duhen ta vjedhin. Dëgjoni pak, ju lutem. Artan Lame, i cili që është të vërteta ndjes pas nuk flas për të mos, është i ndjerë tani, një gjë e bëri, nuk ja afirmosi kur. Nuk ja afirmosi Edi Rams, sepse tani thuhet që me Ardit Bidon, nuk e di duhet hetohet, ka falsifikuar dokumenta në arkiv dhe ndaj Ardit Bido u lartësua në deputet. Ju dha imunitetin deputet. Këto janë çështje hetimi. Por, çdo çështje pronësie, Partia Demokratike ka evaduar 54.000 dosjet pronësie. Sigurisht mbeten të tjera. Në mënyrë absolute, me vendosmërinë më të madhe, do të trajtonte çdo dosje. Por, nga ana tjetër, i dashur mik, ne vum ligjin. Shikoni çfarë bën me ligjin tani ky. Se s'fliste përpara për ligj, që kur kam rritur, flet për ligjin. Ne vum ligjin që në qoftë se investitori huaj blen tokën bazuar në dokumenta origjinale shtetërore dhe pas kësaj, pas i fillon punë, pas kësaj, dalin pretendent se ky dokument, pavarësisht se është shtetërore këto, por nuk është i vërtet, se toka është e imja. Në këtë rast, çdo pretendim i kalon shtetit. Dhe në këtë rast, shteti, jo merr siç thoshte ky dje, i merren paret atij dhe tipën ty, jo, nuk është ashtu. Shteti paguan nga fondi i tij për me çmimin e tregut pronarin dhe ndërshkon falsifikatorin. Këtë ligj e modifikon si don dhe e nxori vetëm kur unë denancova ekzistencën e tij mbi 2 ose 3 herë.